Ende pa nisur mirë sezoni turistik janë të shumtë grupet e turistëve që ndalen në Elbasan. Qendra historike e qytetit, Kalaja, Via Egnatia, Bazilika dhe Muzeu Etnografik mbeten disa nga vendet më të frekuentuara. Tuajt kanë mjaft interes të njihen edhe me traditën, historinë dhe kulturën. Disa prej tyre vinë për herë të parë dhe shprehen të impresionuar për atë çfarë përjetojnë. First time here. Unë jetoj në Londër, është hera e parë që vi këtu, është vend interesant dhe rrezaton mirësi. Vërej paqe kudo, na pëlqen Kalaja, nga këtu do të shkojmë në Berat. Drejtuesi i Agjencisë së Turizmit pranë Bashkisë së Elbasanit, Artur Guni, shpreh se interesi krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë është më i lartë. Elbasani është i pasur dhe me pjesën e natyrës. Para janë ligjat, që është një atraksion në vete. Kemi gjinarin, funarin. Kalaja e Elbasanit, më e madhe kala fushore në Shqipëri, pritet të nënshtrohet rivitalizimit për ta kthyer në destinacion kryesor turistik në këtë qytet.